Tunë gjatjeta, uroj t'jeni mirë, miq dashur, takohemi sonte në takimin e radhës me mikun tim, kolonel Dritan Demir, i cili na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi shumë për të analizuar, e gjithë Shqipëria është në tension, tërmet i madh 9 ball i shkallës Richter politik ka rënë tek sektori i rilindjes dhe ju e kuptoni gjithë që ka një panik të madh. E gjithë klasa politike e vjetër në Shqipëri ka hyrë në një fazë të tranzicionit dhe po bëjnë gati valigjet, po bëjnë gati gjendjen psikologjike, emocionale, politike dhe kontaktet e tyre po i informojnë. Ka zhvillime shumë të mëdha, ka zhvillime nga rilindja, ka zhvillime nga Ballkani, ka zhvillime nga bota, të cilat do t'i shohim sonte hap pas hapi, minutë pas minute, me mikun tim, me kolonelin, i cili vjen nga një sektor që mund na hedh dritë edhe mbi të reja të pazakonta që lidhen me kontaktet dhe amanetet e fundit të Edi Ramës me kartelet e krimit, me kartelet e kokainës dhe me bandat në përrethje, veçanërisht Elbasani, Durrësi, të cilët po ndikojnë dhe me urdhër të drejtë për drejtë nga kryeministri po tentojnë të kapin opozitën, të kapin aksionin opozitar dhe të rrëmbejnë vrullin e madh të shqiptarëve, të cilët po përgatiten për këtë moment jashtëzakonisht të rëndësishëm tranzicional. Ju e kuptoni, miq të dashur, ashtu siç ju kam njoftuar në videon e shkurtër të drekës sot, që unë në darkë do të kem kolonelin dhe ju e dini, të gjithë shqiptarët duhet ta dinë që këto janë momentet e tranzicionit më të madh që do të ndodhë në Shqipëri prej 34 vitesh. Ju të gjithë pyesni, më thoni me 10 mesazhe i marr çdo ditë, kur, çfarë do të ndodh, si do të ndodh, pse do të ndodh, duhet keni pak durim, miq të dashur. Unë ju shoh me kujdes pyetjet tuaja, ka dhe sugjerime që më kanë kërkuar të komentoj disa zhvillime, po më doli koha do t'i komentoj edhe unë, edhe koloneli. Jemi në momentin para zhvillimeve të mëdha, që të mos na ndodh të ham gol si në 90-ën, 91-shin, duhet kuptojnë ngjarjet që po ndodhin sot, sepse elitat politike të reja po fabrikohen nga duart e vjetra, nga kartelet, nga droga, nga krimi dhe nga ata që po i lë amanet kjo klasë politike. Duhet i kuptojnë mirë këto zhvillime dhe koloneli në fakt i njeh mirë kulisat e botës së sigurisë, të krimit, të këtyre çështjeve, sepse ka qenë edhe ministri i Brendshëm, por edhe vjen nga fusha e sigurisë dhe i nuhat me mijëra kilometra larg këto pllakat tektonike, lëvizjet e pllakave tektonike të karteleve të drogës dhe të kokainës dhe të grupeve kriminale në Shqipëri. Kolonel, mirë se erdhët. Gjithmonë kënaqësi, zoti Osmani. Kënaqësia është e imja. Faleminderit që jeni sot me mua, kolonel. Shqiptarët janë të tronditur në kuptimin e mirë të fjalës, por edhe në kuptimin dyshues të fjalës. Një pjesë e madhe e tyre nuk e di çfarë po ndodh në Shqipëri. Na jepni një koment tuaj si fillim, kolonel, si e shihni këtë stuhi që ka nisur nga Spaku drejt Belinda Ballukut, ftesën për të hequr imunitetin, goditjen e rëndë që po i vjen dhe prangat që i afrohen kryeministrit, sepse goditja e kutisë së zezë së kryeministrit, që është Belinda Balluku, është mesazh për kryeministrin. Një koment juaj i pari për panoramën në përgjithësi, kolonel. Absolutisht që po. Kjo që sapo thatë ju është këmban alarmi për gjithë popullin shqiptar, sepse tashmë Rama ka vendosur të shkojë drejt Hunerës, duke mbrojtur Ballukun, të cilin nuk e mbron dot, por duke treguar si ku po mbron Ballukun, dhe veçanërisht kemi parë sikletin e tij me BKH-n, duke mos guxuar ta përmendi Spakun në rastin e kryeministrisë. Kemi parë që Spari ka treguar edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimit Evropian, po Bashkimin Evropian e ka në xhep, kemi thënë. Flasim për shërbëantëmin. Bashkimin Evropian e ka, domethënë çfarëdo që të bëj, ai ka arritje të paimagjinueshme, siç e keni thënë ju. Kështu që unë mendoj që është një panik të tmerrshëm, nuk ka asnjë lloj mundësie për ta mbrojtur Ballukun, sepse reagimi edhe i BK-s, edhe i Spakut po afrohen drejt zyrës tij, pra kemi një përplasje të pashmangshme nga një anë dhe nga ana tjetër sa më shumë që ky tregon dhëmbët,
dhe përpiqet nëpërmjet forcës së 86 mandateve ta mbroj Ballukun, SPAK-u dhe BKO-ja kanë intensifikuar punën duke shkuar në më shumë se 9 akuza, gjë e cila do vazhdoj të shtohet dita ditës për sa kohë që do të intensifikoj luftën me drejtësinë. Përdori gjykatën kushtetuese, për ne nuk ishte asgjë të re, ne e kemi paralajmëruar që ai kontrollon komplet sistemin e drejtësisë, i gjithë sistemi i drejtësisë u drejtua nga Rama me ndihmën e ndërkombëtarëve për ta kontrolluar dhe për t'i mundësuar atij një pushtet të përjetshëm, por siç ka thënë edhe i malli Zot, i keni bërë llogarit gabim, sepse në shumicën e rasteve situata del jashtë kontrollit. Ju kujtohet pabesia se si i lëshon të gjithë bashkëpunëtorët, arrestimi i tupshëm i presidentit Meta, të cilin e përdori për të ardhur në pushtet, sepse nuk do të vinte kurrë në pushtet. Pastaj kemi kanabizimin e Shqipërisë, si e hollin kosht plerave Sajmir Tahirin, pavarësisht se Sajmir Tahiri doli miliarder nga kjo histori. Pastaj e bëri inceneratorët, e futi Lefter Kokën, e hoqi nga Ilir Meta, e bëri ministër dhe brenda 2 muajve e futi në Partinë Socialiste. Pastaj koncesionet në shëndetësi, duke shkatëruar përfundimisht sistemin shëndetësor të shqiptarëve, Ilir Beqin, të cilin edhe atë si mik ngushtë, shok ngushtë, ekipi e holli në koshin e plerave. Pastaj kemi Erion Velin përgjatë 3 mandateve duke pastruar të gjithë paratë e krimit të organizuar, miliona dollar dhe euro, duke ofruar gjithë trafikantëve për pastrimin e parave, dhe së fundmi tenton që të mbaj Ballukun, e ka të pamundur, sepse tashmë jemi drejt zyrës së Edi Ramës. Falenderoj, kolonel. Ju situat diçka të rëndësishme shumë, ku duhet ndalemi që të jemi dhe të qartë për shqiptarët. Arrestimi i turpshëm i bashkëpunëtorëve të tij, Ilir Meta, Beqat, Lefter Koka e gjithë me radhë. Ky i lëshon sepse e di që kjo pjesë është imoralitet dhe nuk ka problem, apo i lëshon sepse e ka pabesim në gen. Se shqiptarët janë të lumtur për arrestimet në thelb, më kupton. Por çështja është që ky i lëshon sepse do të shpëtoj veten, apo ky i lëshon sepse e ka pabesim në gjak, e ka makiavelizmin si yll polar të orientimit të tij politik. Si e shikon këtë pjesë të psikologjisë? Të falenderoj shumë për këtë pyetje, $1 milion. Pa diskutim që është pjesë e makiavelizmit të tij. Absolutisht. Edhe qasja e Ramës që nga momenti i ofrimit tek politika në 91-shin, nuk po flas për kur u bë ministër i kulturës dhe pastaj 3 mandatet si kryetar bashkie dhe në vazhdimsi. Gjatë gjithë jetës, karrierës së tij, edhe përpara se të bëj, ai ka parasysh Machiavellin. Dhe rëndësi ka që ai, domethënë, të arrijë objektivat e tij. Edhe kjo është një situatë kreshnik që sot në Partinë Socialiste ka një rebelim, sepse të gjithë e shikojnë që ai përdor çdo njeri për interes dhe për të përgjigjur pyetjes tuaj, ai interesin e ka vetëm te rujtja Kultukut dhe nuk i intereson fare as Balluku, sepse nëpërmjet Ballukut ai ka bërë çokat ndërkombëtare. Pjesërisht nëpërmjet Ballukut. Çdo krim, çdo vjedhje dhe çdo gjë që ka bërë Balluku, sigurisht që ka përfituar 10 milion euro, por në thelb është Rama përgjegjësi për gjithë këtë situatë që ndodhet sot në Shqipëria. Kolonel, ju sapo thatë diçka shumë të rëndësishme, e cila më lë të kuptoj se goditjen e Rama po e merr nga Amerika, për arsye se amerikanët janë ata që po e dirigjojnë SPAK-un, kjo nuk ka asnjë dyshim, dhe thatë që Bashkimin Evropian e ka në xhep. Sapo ka dalë, kolonel, Bashkimi Evropian me një deklarat bomb e cila thot: inkurajojmë SPAK-un hap pas hapi, pushka top SPAK-ut duhet të mbri edhe më lart. Ka kthy Europa dhe po e lëshon Ramën,
dhe këta sorosianët e Brukselit po lëshojnë Ramën se e kanë kuptuar që është tashmë një lojtar i humbur, apo po përkëdhelin Amerikan që të rikuperojnë ai sa të mundet. Po përpiqen të ndryshojnë qasjen përgjatë Amerikës. Bashkimi Evropian Kreshnik është në panik total. Sepse qasja Kjo është e qartë. Janë në panik total. Isha dhe sot në mëngjes në ABC në një intervistë dhe thash janë në panik total. Dhe për shkak të këtij paniku, sepse kemi një qasje tjetër nga Washingtoni, luftë ndaj qeverive liberale, ndaj njerëzve të cilët janë mbështetur dhe janë mbajtur në pushtet pavarësisht pislliqeve dhe poshtësive, që i ka sjellë në pushtet dhe i ka mbajtur në pushtet. Dhe tashmë që nga Ursula von der Leyen dhe nivelet e presidentët ose drejtuesit e tjerë të shteteve tjera të fuqishme e kanë kuptuar që janë të pashpresë në vazhdimin e mbështetjes të këtyre lider lucve, se këto janë lider luc, nga ato lidrucat e vegjël që mburren, shtypin, dhunojnë popujt e vet dhe pastaj atje lëpin atë që stohet në institucionet ndërkombëtare duke u përpjek me të gjitha format ligjore dhe jo ligjore për të bler kohë dhe për të bler pushtet. Kjo kohë tashmë ka ndryshuar, situata gjeopolitike në botë po ndryshon me ritje të tmerrshme, kemi një botë multipolare, të cilën e ka deklaruar personalisht presidenti Trump dhe sekretari Rubio, dhe në këtë botë të re secili po përpiqet të gjejë vendin e vet, rolin e vet, dhe sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës si drejtues i këtij bordi, siç e thoni ju, e kanë të qartë që duhet të pastrohet rruga nga njerëzit të cilët kanë kaq shumë probleme me ligjin, edhe në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare, edhe në raport me aleatët, por jo vetëm. Qartë. Kolonel, jemi në një moment decisiv, siç e thatë, dhe me sa kuptova nga ju, edhe Europa i ka larë duar tashmë me Ramën, sepse kanë hallet e tyre të mëdha. Zonja von der Leyen sot ka folur shumë e trishtuar, shumë e shokuar dhe u ka thënë europianëve është koha ta harroni nostalgjinë e ditëve të paqes. Është koha të përgatiteni për diçka të tmerrshme që po vjen dhe që ne nuk e shmangim dot. Është koha ta shohim të vërtetën në sy. Është koha të bëhemi gati për këtë të vërtetë. Me sa duket, Europa i lau duart nga Edi Rama sot me deklaratën që bën në Tiranë, që inkurajojmë Spakun të shkojë më lart e më lart, se Belinda Balluku, ju e dini kush është vetëm Edi Rama. Tashmë Edi Rama po lë amanetet dhe po përpiqet që bëj lëvizje të fundit, ka bërë disa lëvizje. Ju jeni i mirë informuar, kolonel, dhe nuk e di nëse më lejohet nga bisedat tona private. Ne kemi paktin aq sa mund të flasim në publik. Ka fillu kontaktet me kartelet ky kryeministri. Çfarë po luhet dhe çfarë synon? Atëherë kemi besoj që duhet të sqarojmë dy momente. Spari kush mund ta marrë Partinë Socialiste, kë po mbështet, cili është personi të cilin po mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kush mund ta marrë drejtimin e Partisë Socialiste dhe çfarë po ndodh me lidhjet e Ramës që janë pjesë e krimit organizuar, pjesë edhe organizimit të këtyre takimeve qesharake që do të vi aty po të rrim tek lidhjet. Do të vi. Spari amanetet e fundit ose kurset e veprimit të Partisë Socialiste janë që në drejtimin e Partisë Socialiste të vi Spiropani për momentin aktualisht. Ministrja e jashtme, kryetarja e Kuvendit, kjo ka bërë një karrierë fantastike, se këto sa më shumë që shkojnë në karrierë, vinë në raport me servilizmat dhe me ato lëpirje që i bëjnë ndaj liderit. Së pari. Së dyti, në Washington ka një person i cili po mbështetet, i cili quhet Ditmir Bushati, është ish ministri i jashtëm, një personalitet krejt ndryshe sa i përket edhe
vizionit për bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për sa i përket pastëtisë figurës morale, po edhe për sa i përket profesionalizmit si drejtues, si një ish ministër i jashtëm, i cili ka qenë i suksesshëm për kohën e tij, por nuk jam këtu, si jemi këtu për ditëmirën. Nga ana tjetër, të gjithë lidhjet që Rama ka personale me njerëz të krimit, të lidhur me krimin, ose që kanë influencë brenda dhe jashtë Shqipërisë, të gjithë ju ka dhënë një mesazh. Bëni çfarë të doni, jeni vetëm, unë s'ju mbroj dot. Dhe pikërisht kjo një, së bashku me informacionet që kemi drejt për drejt nga strukturat më të larta të Partisë Socialiste, janë duke u rebeluar sepse e kuptojnë që nuk janë asgjë tjetër, vetëm pjesë e një loje të Edi Ramës, të cilët përdoren si viktima, viktimizohen në çdo rast, duke zbatuar urdhrat e tij, vetëm që ai të qëndrojnë pushtet. Tashmë kemi edhe Bashkimin Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jemi të parët që kemi thënë 2026, siç e paralajmërova dhe sot, nuk është viti i ndryshimeve siç më pyetën sot për Tajvanin, po fillimi i ndryshimeve për Ballkanin Perëndimor. Me Ramën, me Vučićin, me Bullgarinë, me Hungarinë, jo me Hungarinë, me Rumaninë, Çekia sapo e ndroi qeverinë, me kryeministin Babić, por jo vetëm. Qartë. Folët për këtë luftën civile që ka nisur brenda Partisë Socialiste apo Rilindjes, që është duke u maskuar mirë sigurisht. Megjithatë, një luftë civile e tillë pas një diskutim që përveç faktit që i bën mirë Shqipërisë dhe shqiptarëve që ky kartel të hanë kokat e njëri tjetrit, i gëzon shumë shqiptarët, ajo që më bën përshtypje është kolonel fakti që ky nuk do ta lëshoj sërish Belinda Ballukun, sepse informacionet e mia janë që ky nuk do t'ia heq imunitetin Belinda Ballukut, por do të kërkoj prej saj që t'jap dorëheqjen. Përse ngul këmbë Rama kolonel që ta mbaj me çdo kusht, edhe pse kjo ka kosto të jashtëzakonshme politike? Sepse ka marrë kërcënime të drejt për drejta nga Balluku, dhe duhet kesh parasysh edhe gjë tjetër, që Balluku nuk është një individ vetëm, një person ose një femër, thjesht një politikane apo një individ femër, thjesht mbrapa saj ka grupe të jashtëzakonshme, ka influenca të jashtëzakonshme, kryesisht ndërkombëtare, por edhe brenda Shqipërisë, të cilat me kalimin e ditëve do fillojmë t'i elaborojmë, për shkak se ne kemi dhënë një besë këtu për teleshikuesit, për mbështetësit tanë, ne do t'u themi të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, dhe ne nuk jemi individ si i shkreti, po themi, kastriot miftare, të cilën e morën edhe e fluturun nga dritarja. Po i thua njerëzve që ne nuk na hedhin dot nga kati i tretë. Ne nuk kanë shans, nuk guxojnë as të afrohen, jo të na hedhin nga dritarja, s'guxojnë të afrohen. Jo, është mirë, kishte mirë t'ja shpjegonim njerëzve. Ta provojnë. Ta provojnë të afrohen edhe ta shohin pastaj, se nuk guxojnë as, kështu që është një mafje e cila po shkatërrohet, është në panik total, sepse të gjitha urdhrat që ka zbatuar Balluku, të gjitha koncesionet, në çdo cep vetëm vjedhje, banditizëm, se nuk ka askund investime, janë në panik total. Janë në panik total kryesia e Partisë Socialiste, personat të cilët janë pjesë, janë objekt i drejtësisë. Ju e dini që një pjesë e madhe e ish-ministrave të brendshëm, ministrat e tjerë të mbrojtjes, që nga Mimi Kodheli, që nga Ulta Gjaçka, që nga Tauland Balla, që nga të gjithë janë subjekt i hetimeve, janë subjekt i drejtësisë shqiptare dhe nuk e shmangin dot përballjen me ligjin. Dhe janë rreth 15, nuk janë vetëm këto 3 emra që përmenda unë. Janë 15-16 të cilët ju ka ardhur momenti për të përballë. Nuk ka investim nga fundi i Sarandës deri në ujin e ftoftë Kreshnik që nuk ka mbështetjen e kryeministrit, nuk ka dijenin e kryeministrit, të gjithë janë o ish deputet të Partisë Socialiste, ministra, kryetar bashkish,
trafikant drogës në Europë, por jo vetëm, edhe në Amerikën Latine, të gjithë origjina e hoteleve, e investimeve, e ka origjinën në paratë e pista. Dhe pikërisht, kjo është lufta që më në fund edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e ka kuptuar, sepse ju më thatë çfarë për Bashkimin Evropian. Nuk ka, e kemi thënë për gjatë kohës, shërbimet sekrete italiane. Nuk i komandon Meloni. Shërbimet e sekrete gjermane. Shërbimet sekrete franceze, belge, holandeze, dhe të Britanisë madhe. MI5. Nuk i komandojnë kryeministrat. Nuk i guxojnë, si që thotë Edi Rama asaj Flora Hysenit, që e largoi Kosova për tjetër gjë dhe e merr. Dorës që e solli baton Haxhiu këtu. E solli baton Haxhiviçi. Haxhioviç. Spionët e Serbisë e bëjnë emrime ministrash. Ju kujtohet ai ministri i jashtëm? Qesharak i Shqipërisë? Ai 17 vjeçari, po. Ai i lexuari, ai gjeniu, që s'dite me recitu. Po. Pra ky nga njëra anë kam lidh gjithë analfabetët. Ishte i shqetësuar brëm, Ullumin e Shqipërisë i ka futur në parlament. Po. Nga ana tjetër, mobilizim total krimit organizuar për vota, dhe nga ana tjetër, të gjithë njerëzit e lidhur me krimin, e lidhur me krimin organizuar, i japin zgjedhjet, ky jep koncesione, i jep leje për hotele, i jep leje për pallatin në Tiranë, tashmë kjo skem ka rënë. Dhe Bashkimi Evropian, as ajo Kaja Kallas, as von der Leyen nuk e mbrojnë. Po Kosi, as Kosi s'bën dot. Ja, Kosi dhe Llalla dhe Byreku, këto pastaj janë çështje tjera. Dakor. Ato nuk i vë njeriu në listë. Ato kanë marrë, ato paguan për çdo deklaratë, ju e dini shumë mirë. Bashkë me këto ambasadorat, qesharak. Qartë. Kolonel, njerëzit që na dëgjojnë me shumë pasion, me shumë dëshirë. Ju i keni parë komentet, na falenderojnë dhe ne i respektojmë shumë ata. Na mbështesin, na inkurajojnë dhe presin për nesh të sjellim lajme të mira, të sjellim për ata, dhe unë përfitoj nga rasti sonte të drejtoj një mesazh që nuk jeni vetëm vëzhgues, miq, jeni edhe protagonist, duhet jeni edhe aktor në shkrimin e fateve tuaja dhe të Shqipërisë për 50-100 vitet e ardhshme. Nuk kanë për të ardhur dhurata nga qielli. Jemi në momente jashtëzakonisht kritike ku po riformatohet planeti. Dhe do të riformatohet edhe klasa politike në Shqipëri. Kolonel, a jemi për teleshikuesit e shumët, a jemi një lloj si në momentin kroat ku u arrestuan 76 biznesmen më të mëdhenj të Kroacisë, bashkë me kryeministrin Sanader, a mund të presin shqiptarët të ndërrojnë një gjë të tillë që mund të ndodhë edhe këtu në Shqipëri shumë shpejt? Ne mund të jemi në skenarin e Kroacisë, flas? Pa diskutim që po, por ne po flas edhe në emër tënd, sepse duke qenë miq të ngushtë, ne për te modestisë ne tregojmë të kujdesshëm se nuk hedhim fall, ne bëjmë analizë. Absolutisht. Ka informacione. Absolutisht. Ka informacione në nivelet aty ku shumë pak individ kanë akses. Pa diskutim që jemi në një moment ku do të duhet që të gjithë oligarkët, hajdutët, banditët e Shqipërisë e kanë rjep këtë popull. E ke parë që 17 milion euro bën një kilometër në Shqipëri, bën shumë herë më shtrenjtë se sa në Gjermani. Dhe po këto hajdut, po këto bandit drejtojnë mediat dhe helmojnë nga mëngjesin darkë nëpërmjet pagesave të këtyre prime time, të këtyre mashtruesve që drejtojnë këto emisione, që janë edhe përgjegjësit edhe më të mëdhenj se sa vetë oligarkët, janë përgjegjës dhe do duhet që të përballeshin me drejtësinë. Dhe unë besoj që ky moment po vjen, sepse në momentin që largohet Rama, zbërthimi i rilindjes i klanit kriminal antishqiptar rilindje do zbërthehet dhe pastaj do të krijohen kushtet për një krimin e një fryme të re politike në Shqipëri, individëve të ri, fryme të re politike në Shqipëri. Dhe shqiptarët e presin me pa durim këtë. Dhe ne shpresojmë dhe urojmë dhe jemi besim plot që kjo do të ndodhi në momentin ku largohet Rama, në momentin ku gjithë hajdutët e rilindjes i dorëzojnë ato që kanë vjellë,
sepse për hir vërtetës ka pas problematika edhe përpara, por këto janë sul pa fundsisht Bregdetit, tani duhet t'i sulen edhe veriut për të grabit edhe pronat e fundit që i kanë ngel, pasurinë e fundit që i kanë ngel shqiptarëve. Qartë. Është duke u bërë një lojë e madhe, kolonel, dhe ju sapo, dhe unë ju falenderoj, sapo mbështetet një nga tezat e mia që shqiptarët e shkret shohin natë për natë televizor dhe besojnë që ajo që u thot televizori do të ndodhë. Ata duhet ta kuptojnë që pronarët e këtyre televizioneve dhe pronarët e studiove të prime time-it paguen nga të njëjtët oligark që i shpërndan tenderat 17 milion euro për 1 kilometër Edi Rama dhe mbyll syt për korrupsionin e tyre masiv. Një pjesë e oligarkëve, ju e dini, nuk din mirë të shkruajnë as shqip, as shkrim, as këndim, por paguajnë zarët e prime time-it në studiot e hajdutërisë dhe të grifshave dhe të kuçedrave të zeza, të shtrigave që me buskuq të fort dhe me qeros të lëmuar fort përpiqen që të hedhin mesazhet e mashtrimit të fundit për shqiptarët. Kolonel, Rama është në pikë të hallit dhe ai e kupton këtë dhe kjo ndallohet në çdo deklaratë të tij tashmë. Dhe kërcënimet që ai ka marrë nga Balluku duken qartësisht në çdo deklaratë mbrojtje që ai ka për të. Ka filluar të marrë në kontroll edhe opozitën. Për çfarë i duhet opozita, kolonel? Ndërkohë që ky po humb Baxhorancën. Si ta kuptojnë shqiptarët këtë? Atëherë nuk e di nëse i referohen në një segmenti Po i referohem Saljanit, grupit të Saljanit Duma, që ishin u futën në burg për të krijuar heroin. Unë kam bërë shkrime, kam bërë emisione, Grida dhe Saljani ishin bashkë, Grida ka synimen PD, Nora Elkelmendit, po janë fajet e mëdha këto të Berishës, sigurisht do t'i analizoj me herë tjetër, nuk duhet të merrem në këtë pjesë. Saljani ka dalë, po do të shëm PD-n, do të marrë opozitën, kanë dalë sa çuna tjerë pin kafe me Saljanin, herë tërhiqen, herë hidhen sulme, herë tërhiqen, dolën mbrëm ky Ylli Rakibi, thanë kemi mbledh goxha njerëz në Elbasan. Ju keni informacione të tmerrshme se kush i mbledh njerëzit në Elbasan. Atëherë, më lejo për çfarë i duhet Ramës opozita kur ky zotia do largohet vetë? Në momentin sa po plasi skandali Ballukut, gjë për cilën s'kemi pas asnjë dyshim. Kemi të paktën 6 muaj, një vit që themi, vetëm do ta mbrojë në një moment, do ta lëshoj në një moment kur do filloj presioni ndërkombëtar. Presioni ndërkombëtar u shtua dhe papritmas në mënyrën më të pamoralshme të mundshme. Njësoj siç ndodhi në vitin 2-3 vite përpara, na del një individ të cilin unë personalisht e njoh, Ervin Saljani. Ky i Lozhani. Na del Ervin Saljani, po i Lozhanit nuk e di tani se Lozhani ç'është Lozhani, po është një fshat nga Korça, po. Është, po, më duket se është fshati i këtij, nga Lozhani. Po. Na del Ervin Saljani dhe papritmas për të tërheqë vëmendjen e sulmeve ndaj Ballukut dhe për ta shpërqendruar vëmendjen, siç ndodh rëndom në mënyrë më të papërgjeshme dhe madje kriminale nga gjithë televizionet dhe në mënyrë të veçantë nga televizioni i Edi Ramës, që është Top Channel dhe emisioni i saj Top Story, për të tërheqë vëmendjen, për ta përçarë më tej Partinë Demokratike, sepse përçarja, coptimi i PD-s i shërben Edi Ramës për të fituar pak kohë. Ndërkohë jam totalisht i zhgënjur nga Saljani, domethënë ajo që më shokon është mendoja që ky djalë kishte një farë vizioni, kishte një farë kuptimi për politikën, po më rezulton komplet e kundërta, sepse kjo që ka bërë dhe aq më tepër duke marrë mbështetje edhe nga persona e precedent kriminal në Elbasan, dhe them me siguri të plot që një pjesë e madhe e pjesëtarëve e njerëzve të cilët kanë qenë në takimin, në tubimin e tij në Elbasan, unë kam informacione sepse kam njerëz që më informojnë në çdo cep të institucioneve të Shqipërisë, kanë qenë persona të cilët
kanë qenë edhe mbështetës të Partisë Socialiste edhe të Suel Qelës, gjë cilën e ka paralajmëruar Banda e Elbasanit. e ka paralajmëruar Flamur Noka, po unë i kam informacionet më përpara se ta deklaronte Flamuri dje këtë në mediat, dhe është e pamoralshme, është krejtësisht e papranueshme që njerëz të cilët kanë përfituar nga Partia Demokratike, kanë qenë deputet përfaqësues saj, dhe në këtë rast Saljani kishte mundësi dhe kishte kohën përpara për të bërë një karrierë, sepse edhe në Korçë, edhe në Tiranë, po në mënyrë të veçantë në Kavaj, Saljani u përpoq dhe pati rezultate pozitive, por sigurisht përdorimi i Partisë Demokratike, siç është përdor gjatë 8 viteve të kaluara për të bërë pasanik dhe për të marrë koncesione nga hajdutët oligark, se ju e dini që pushteti ndahet Shqipëri. Në momenti që ti nuk përmend emrin e oligarkut, milionat vinë tek shtëpia. Dhe ky ka qenë një objektiv i hershëm, i ka hershëm, edhe i mikeshës time Duma, e cila i bëj thirrje dhe nëpërmjet këtij ekranit që të korrigjohet, sepse nuk i ha më njeri gënjeshtat dhe shërbimin e ndyrë që po i bën Edi Ramës çdo ditë, bashkë me haleistët, jo analistët, haleistët që fton nëpër studiot e saj një pjesë e të cilëve paguhen me parat e vjedhura nga shqiptarët. Shqiptar ju tallin çdo ditë nga mëngjesi në darkë. Ju keq informojnë njësoj siç është keq informimi i strategjisë që përdor Putini dhe Xi Jinpingu në mediat e tyre. Ju përdorin, ju vjedhin, ju tallin edhe më shumë se sa kaq, dhe ndërkohë ju shesin narrativën sikur Gogoli është diku tjetër, në fakt përgjegjësinë për këtë situatë skandaloze e ka vetëm një. E ka Edi Rama, oligarkët e tij, mediat e tij dhe zuzarët e tij në prime time, që ju helmojnë nga mëngjesi në darkë. Jemi kolonel si në vitin 1991. Po ndahen rolet dhe po krijohen lojtarë të ri. Të gjitha kukullat, ju e dini shumë mirë, mikrofoni i një televizioni nuk të afrohet kurrë pa miratimin e oligarkut pronar, drejtori i televizionit dhe shefi i programacionit. Dikur ka qenë Fuga, s'është më Fuga sepse nuk është më, u largua Fuga, tani është dikush tjetër që i koordinon ata. Shqiptarët janë të trishtuar nga kjo klasë politike lum, kolonel, aq më tepër edhe ditët e fundit, kur 25 antarë të PD-s votojnë sorosistin Endri Shabani për avokat populli. Shqiptarët e kanë kuptuar këtë skeç të turpshëm 35 vjeçar dhe po presin. A ke ndonjë këshill për shqiptarët, kolonel, që të mos hajnë në i gol edhe për 50 vitet e tjera, çfarë duhet bëjnë? Pa diskutim, shqiptarët kanë vetëm një zgjidhje. Rastin e Bullgarisë, rastin e Rumanisë. Rebelim total. Rebelim total, por paqësor. Absolutisht paqësor. Pa thy asnjë got, pa thy asnjë shishe, asnjë xham, asnjë institucion. Vetëm krijimi masës, zbritja në shesh dhe çdo gjë merr fund. Të tjerat i ka marrë përsipër, mos ta rrëmbejnë masën, sepse e rrëmbejnë. Të tjerat i ka marrë përsipër Donald J. Trump, Marco Rubio, sistemet komuniste, liberale, shkatrimi familjes, absolutisht do të largohen, do kemi një pastrim, do kemi një riformatim. E vetmi arsye që qeverit po tentojnë të qëndrojnë pushtet në Bashkimin Evropian është frika që Rusia do vi këtu, do na sulmoj, do na shkatërroj, për të justifikuar shkatrimin e shoqërive, korrupsionin galopant, shkatrimin e ekonomive të tyre, duke shitur edhe pavarësinë e tyre, strategjinë. Kolonel, përfunduat, nuk e di ndjesën që se u ndërrej. Okej, faleminderit. Të fillojmë t'i vëjmë kapak kësaj historie, thatë diçka shumë të rëndësishme dhe shpresdhënëse. Shqiptar bëni punën tuaj, pjesën tjetër e ka marrë përsipër Donald J. Trump. E kuptoj
riformatimin, e kuptoj lojën, e kuptoj përplasjen e madhe, e kuptoj dëshpërimin e madh në Tiranë, amanetet e fundit për kartelet, për grupet kriminale, tentativën e kapjes opozitës, skeçi për emërimin e lojtarëve të ri nga mediat e oligarkëve hajdut që kanë bërë nga 17 milion euro 1 kilometër, do t'japin llogarit gjithë. Vladimir Dhe që prishet brenda javës. Po. I pam sepse dje, para 3 ditësh isha andej, kalova ke rrugë të këtyre të lëna rrugëve, gjithandej bypass se kanë rënë malet si për rrugëve. Vjedhin 90%. E di si i bëjnë këto rrugët dhe 1700 tendera, 1700 tendera. Është e tmerrshme nga akshi të gjitha fiktive, të drejtuara, të gjitha tendera sekret nga Linda Rama. Është bërë një vjedhje organizuar nga lart poshtë. Shqiptarët, edhe ato jam i shokuar ke shtip me patronazhistët. Nuk kanë më, janë të pa shpresë. Po janë pa shpresë, po si mund të mbështesësh një regjim kriminal? Po sepse janë ndyrësira si ata, po çfarë ti thuash? Janë ndyrësira. Si mund të mbështesësh një regjim kriminal? Po është ndyrësirë, më, është ndyrësirë. Ministria e Brendshme nuk funksionon, është në funksion të krimit. Ministria e Mbrojtjes, tenderat e frikshëm, mafia ushtrisë, do t'i godasim, do t'i publikojmë jashtë shtetit. Mafia e tenderave të ushtrisë, që shumica e pajisjeve blien në vende jo perëndimore, kundërshtare të perëndimit, dhe hiqen sikur janë pro perëndimor. Po do të kemi raste ti analizoj. Do të kemi, sepse nuk i flasim do të gjitha sonde. Shqiptarët janë duke na ndjekur dhe më pyesin çdo ditë, pyete kolonelin ose më pyesin mua ose më thonë pyete kolonelin. Kolonel, jemi në një moment shumë të rëndësishëm. Vladimir Putini nëpërmjet Lavrovit ka tentuar të ndez pak Ballkanin dhe ju e shikoni, Bullgaria ka marrë flak, Greqia ka marrë flak, Vučići, Serbia ka marrë flak, ka thirrë zgjedhjet atje. A mund të jetë një alarm i Vučićit, një ftesë e Vučićit për të sjell Putinin në Ballkan, tashmë që lojtarët e Beogradit po eliminohen nga skena politike në Shqipëri, e shikoni të mundshme këtë? Absolutisht që jo. Tentativat janë, përfshirja e shërbimeve në mënyrë të veçantë e GRU-s dhe SVR-it i kanë shtrirë tentakulat të gjitha institucionet e Serbisë, të Bosnjës, në Malin e Zi, kujdes, Malin e Zi, kontrollojnë parti, kontrollojnë biznese, kontrollojnë aktorë të rëndësishëm politik. Në Maqedoni, edhe në Greqi, pavarësisht se në Greqi Mitsotakis vazhdon të ketë një aleancë shumë të fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përpjekjet janë, por në rast se i referoni si një ndjekës shumë i kujdesshëm i situatës gjeopolitike globale, deklaratave të Lavrovit para 3 ditëve, unë e shikoj si një moment që Lavrovi dhe Putini po tentohen për të provokuar, ndërkohë që nuk e posejdojnë më fuqin për ta destabilizuar rajonin, për shkak se edhe Lavrovi, edhe Putini janë të informuar në detaje me ngjarjet, takimet, dëgjesat që po bëhen në Kongres dhe në Senatin Amerikan për mbështetjen, për vazhdimsinë e mbështetjes së Kosovës dhe paprekshmërinë territoriale të saj. Dhe pikërisht ishte ky moment që 3-4 ditë më parë ato tentuan që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian po destabilizon. Në Kosovë kemi 3 aktorë shumë të fortë. Sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ylli polar, por kemi edhe Gjermaninë dhe Austrinë dhe Britaninë e Madhe. 3 aktorë të tjerë evropian, të cilët e mbështesin qeverinë e Kosovës dhe janë kundër çdo ndërhyrje dhe tentative për destabilizim nga Rusia. Dakor. Par gjitha këto dhëna që u thanë, duke i tentuar t'i lidhim të gjitha në një shport dhe t'i bashkojmë të gjitha këto hallka me njëra tjetrën,
të krijojmë një zinxhir. A ka shpresë, kolonel, ashtu siç ne kemi analizuar, ne kemi thënë ne nuk lexojmë filxhan, as merremi me parashikime. Mua Edi Rama më duket i rrëzuar. Në 2026 është qartësisht fundi i tij politik. A ke mundësi ti t'i bashkohesh këtij lexim timit dhe t'i japim shqiptarëve një shpresë, por edhe një mesazh se ata duhet kryejnë detyrën e tyre në këtë moment shumë të rëndësishëm? Absolutisht që Rama është në gramat e fundit, edhe gjithë hajdutët e tij në kabinetin qeveritar, në mënyrë të veçantë, ata të cilët janë të lidhur drejt për drejti, e kanë lidhur karrierën e tyre me Belinda Ballukun, do t'i demaskojmë, do t'i analizojmë, do t'i dekriptojmë një për një në këtë emision. Për shqiptarët nuk kam, për vëllezërit dhe motrat e mi kam vetëm një mesazh. Shikoni, hapni syt, sot jemi në botën e mediave sociale. Sot, atë shikueshmëri që arrim ne të dy këtu, nuk e bën dot Grida Duma tek televizioni i saj. Ndërkohë që emisionet tona apo bashkëbisedimet tona kalojnë 100.000 K, asaj nuk i shkojnë as 10.000 K, sepse tashmë apo televizioneve tjera, se nuk e kam me televizionin, nuk e kam me mikeshën time Duma, e kam me stacionin televiziv që i helmon shqiptarët dhe që i shërben propagandës hajdutërisë Edi Ramës. Pra sot ju e keni në dorë. Nuk ka media që t'ju kontrolloj sot. Secili nga ju e ka një telefon dorë, secili nga ju e ka një mundësi për të bashkëpunuar, mjafton një thirrje nga një individ i caktuar dhe të gjithë mund të afroni në shesh, mund të krijoni masën. Shikoni, mësoni nga Serbia, nga Malizi, nga Maqedonia, nga Greqia, në mënyrë të veçantë tani, nga Çekia, Bullgaria, Rumania, të cilët i larguan përbythësh hajdutët e tyre të qeverisë. Apo në rastin, siç e tha Kreshniku, të Kroacisë dhe të Slovenisë. Pra, kolonel, po thoni që mashtrimi sot është një zgjedhje e njeriut, është një zgjedhje që e bën njeriu të mashtrohet, sepse e ka mundësinë të mos mashtrohet. Komunizmi Kreshnik nuk është larguar asnjë ditë nga Shqipëria. Kushdo që mendon që komunizmi u largu në vitin 91, vetëm gënjen veten. Ajo që bën komunistët Jugoslav me Dušan Mugoshën dhe Miladin Popovićin, Helmi, kontrolli që i morën kontrollin e Partisë Komuniste, që i futën shqiptarët të vrasin vëllezërit e tyre kosovar, që i shërbyn si sklever regjimit të Titos, dhe ky regjim komunist që solli Bashkimin Sovjetik, Kinën, dhe deri në ditën e sotme, pavarësisht disa reformave demokratike, nuk është shërënjosur. Dhe pikërisht është kjo frymë që ky njeri me këto ideale komuniste vazhdojnë edhe sot niprit, mbesat edhe fëmijët e tyre. Hapni syt, shikoni se çfarë bën bota, reflektoni që të rregulloni jetët tuaja. Sot keni të gjitha mundësitë që të largoni këtë klik hajdutësh nga pushteti. Falenderoj, kolonel, për gjithë kohën tuaj të çmuar, të falenderoj për mesazhet. Nuk mund të kishte ka pak më të bukur për këtë tenxhere që e gatuam me kujdes sonte bashkarisht për këtë recetë të sotme të mbushur me shpirt vërtetësi dhe me histori, sepse jemi në momente historike, komunizmi nuk ka vdekur kurrë dhe jemi në momentin kur ne duhet përgatisim me kujdes, sepse po shkruan fatet e 50 viteve të ardhshme deri në 100 vitet e ardhshme. Shqiptar, kujdes. Dhe përpara se të shkojmë drejt mbylljes, kam dëshirë të bëj, ka 10 pyetje, por një pyetje më zhbër sot me insistim. Nëse ka koloneli dëshirë ta komentoj, le ta komentoj, nëse s'ka dëshirë, nuk ka problem, por më është kërkuar prej meje, ka patur një zhvillim. Sot miku im, Klodi, më thotë, kemi parë sot zotin Shehaj të takohet me ambasadën amerikane, çfarë do me thënë kjo? I dashur Klod dhe të dashur miqtë e mi,
unë nuk komentoj ambasadën amerikane, as takimet e saj, as kryetaret e partive të tjera. Unë jam kryetari i partisë Lëvizja Adheu dhe flas vetëm për zhvillimet e mia këtu në Shqipëri. Unë ajo që po ju them është po ju tregoj vërtetësisht bashkë me kolonelin, ose kur jam vetëm, gjithçka duhet të bëni dhe po ju japim koordinatat e përgjithshme lidhur me këtë orientim. Unë nuk përfaqësoj SBA-t, as nuk e di me kë janë SBA-t, as me kë do të jenë SBA-t. Unë di që them që janë SBA-t për ne. Dhe këtë e kemi thënë her pas here dhe në çdo moment. Ne nuk flasim në emër tyre, as i përfaqësojmë, as i interpretojmë se çfarë bëjnë ata. Unë i ftoj njerëzit, nëse do të flas për parti, flas për një parti që ka 12 vite që bën betejë kundër establishmentit hajdut, që është Lëvizja Adheu. Nuk marr përsipër të komentoj se çfarë bëjnë partitë e tjera. I uroj suksese çdo njeriu i cili bën përpjekje për të mirën e Shqipërisë, por unë nuk komentoj zhvillimet e partive të tjera apo takimet që bën ambasada amerikane. Unë kur takohem me amerikanë, jo nxjerr në Facebook. Kur s'takohem, nuk jo nxjerr. Kështu që kaq është e gjitha. Kishit diçka kolonel ngritët dorën? Po, patjetër. Atëherë, në rast se më drejtuat edhe mua në lidhje me zoti Sheaj dhe Kapri. Jo, kjo ishte një koment që më kërkua mua kolonel, por thash nëse ju keni dëshirë të jepni. Kam dëshirë. Kam dëshirë. Më lejoni t'ju siguroj që edhe Sheaj, edhe Kapri, pavarësisht se nuk i njoh personalisht asnjërin as tjetrin, i ndjek me vëmendje të gjithë individët e spikatur të opozitës, dy nga cilët janë dhe këto dy individ, Sheaj dhe Kapri, të cilët me shumë dinjitet dhe integritet kanë goditur qeverinë me prova, me fakte dhe në mënyrë shumë të qytetëruar. Sigurisht që takimi me ambasadën amerikane është një takim i shumë i rëndësishëm, por është pjesë e veprimtarisë së ambasadës amerikane. Kemi edhe individ të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët janë takuar kohët e fundit me ambasadën amerikane. Zoti Sheaj ka një aktivitet të shquar dhe një bashkëpunim të shquar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Departamentin e Mbrojtjes, me Departamentin e Shtetit. Madje Sheaj ka shkuar dhe pak më lart, por këtu nuk kemi për t'i bërë PR-in Sheajt, do të ketë një intensifikim dhe një mbështetje në ditët në vijim, ju do ta shihni dhe shumë shpejt do ta vërtetoni këtë që sapo them, për të mbështetur një pjesë të madhe të opozitës së pastër, sepse tashmë do duhet që edhe një pjesë e opozitës, por ajo që do të jetë vendimtare të nderuar motra dhe vëllezër, jeni ju që keni fatet e Shqipërisë. Partitë politike janë aksesore, të cilat në të gjitha rastet do përpiqen të maksimalizojnë masën e tyre, por jeni ju ata që do të vendosni për fatin dhe të ardhmen e fëmijëve tuaj. Faleminderit kolonel. Falenderoj nga zemra për kohën tuaj. Miq të dashur, kjo ishte biseda. Ky ishte takimi, kjo ishte analiza që bëm sonte. Nuk mund të mbyllet më bukur se sa. Ju e keni në dorë fatin tuaj. Ju e bëni fatin tuaj. Ambasadat kanë punën e tyre, diplomatët shkojnë e vinë, partitë politike kanë punën e tyre, secili bën PR-in e vet, bën detyrën e vet. Ju keni fatin tuaj në dorë. Ju i njihni luftëtarët tuaj. Ju i njihni luanët, ju i njihni dhelprat, ju i njihni hardhucat, ju i njihni edhe minjt e bodrumeve, të cilët kanë filluar të hidhen nga anija. Ju jeni ju populli. Ju a kam thënë si shkruhet në pasaportën amerikane, shumë prej jush impresionohen nga Amerika. Në pasaportën amerikane thuhet we the people. Ju jeni populli. Ju vendosni. Ju i njihni herojt tuaj. Ju i njihni qëndrestarët tuaj. Ju i njihni ata që kanë sakrifikuar, ju i njihni duar pastrit. Jeni ju që vendosni për fatet tuaja dhe për fatet e kombit. Dhe miqt e Shqipërisë vendosin
sipas interesave të tyre, të qëndrojnë në anën tuaj, të modifikojnë qëndrimin tuaj, apo të shkojnë kundra atij. Fatmirësisht, miqtë e Shqipërisë kanë qenë vazhdimisht në anën tuaj. Vendosni ju për Shqipërinë tuaj të vinë miq tek ju, ka qenë mesazhi im çdo natë. Ju jeni të vetmit që mund t'i sillni miqtë e Shqipërisë tek interesat e Shqipërisë. Nëse ju nuk lëvizni, ata do të lëvizin vetëm për interesat e tyre. Mesazhi është i qartë. Të tjerat ju i kuptoni se jeni popull super inteligjent dhe këtë e sheh ke komentet sa të zgjuar jeni, sa të bukur e keni ironin, talljen dhe injorimin atëherë kur ju doni të godisni. Ju falenderoj nga zemra për bisedën e sotme, e falenderoj sërish dhe kolonelin, do të shihemi shpejt sërish për emisione të tjera, për biseda të tjera, për analiza të tjera, merreni videon, çojani pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse është e vështirë të tilla analiza të gjejmë në media të tjera. Natë e mirë për sonte, të tjera zhvillime ju e dini gjithmonë. Vijojnë në numrin e aq.